Albin Kurti sot mirëpriti heqjen e masave që Bashkimi Evropian I kishte vendosur ndaj Kosovës, për çka në mbledhjen e qeverisë në detyrë, ai tha se këto masa ishin të padrejta që në ditën e parë dhe se institucionet e shtetit të Kosovës nuk ishin ato që eskaluan situatën në veriun e vendit, por Kurti nuk e përmendi faktin se heqjen e masave Bashkimi Evropian e arsyetoi me atë që e quajti dorëzim paqësor të pushtetit të serbët në 4 komunat veriore ku ata janë shumicë. Ai përmendi vetëm eskalimin e protestave të serbëve që erdhen pas largimit nga pushteti kryetarët e këtyre komunave. Duke folur për sulme nga Serbia, Kurti hodhi akuza ndaj partive që ishin në opozit. Ai tha se gjatë gjithë kësaj kohës ka qenë I hidhruar me BE-n, por me masat e opozitës parlamentare, ku uroi se që pas zgjedhjeve opozita e tanishme t'ia heq masat Kosovës. E në këtë mbledhje të qeverisë në